Mirë, shikues nderuar, ju përshëndes sërish, jemi rikthyer tashmë në pjesën e tretë. Do të flasim në këtë pjesë të parë për një general të lartë rus, i cili është vrarë nga një bombë vendosur në makinën e tij në Mos, duke shtuar kështu edhe tensionet mes Rusisë dhe Ukrainës. Dhe pikërisht për këtë çështje kam të ftuar ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare, zotin Frymëzim Dauti. Zoti Dauti, ju përshëndes. Ju faleminderit për ftesën. Zoti Dauti, për të kaluar tek çështjet e tjera më pas, do doja të ndalesha pikërisht tek ajo që unë thash dhe sulmi që ka ndodhur, mund të jetë një përgjigje Ukrainës ndaj veprimeve ruse në luftën e Ukrainës, dhe ndërkaq a mund të ketë kjo edhe pasojë diplomatike midis Rusisë edhe perëndimit pas këtij sulmi që ka ndodhur në Moskë? Po, me fillimin e kësaj lufte, 4 vite më herët, ky nuk është atentati i parë. Kemi shumë atentate që kanë ndodhur si të figurave politike apo me ndikim të madh në Rusi, biznesmen të ndryshëm, po edhe general, oficer, të cilët u është bërë atentat. Tani kuptohet që dyshohet se ekzekutor duhet të jetë shërbimi sekret i Ukrainës, e cila vepron në Rusi, dhe në disa raste kishin edhe suksese të mëdha. Na kujtohet para një viti nëpërmjet dronëve arritën që t'i shkatrojnë disa aeroplan të cilët mund të mbanin bomba bërthamore, dhe ai ishte suksesi më i madh i shërbimeve sekrete të Ukrainës. Mirëpo ne nuk kemi dëshmi se kush e ka ekzekutuar generalin në fjalë, dhe çdo herë duhet të kemi dyshim. Se kjo kuptohet që dyshimi kryesor është se është shërbimi sekret i Ukrainës në bashkëpunim me shërbime sekrete të perëndimit, po mund të jetë edhe një luftë në mes vete, në mes pushtetarëve të Rusisë, për shkak se kjo luftë si duket nuk është duke shkuar ashtu siç u planifikua, që të përfundoj shpejt. Ja, pra 4 vite dhe ende ushtria ruse nuk ka suksese të mëdha në fushë betejë, dhe ndoshta ndonjëherë fajsohen vetë generalet apo ushtarët apo ata ushtarë të cilët e kritikojnë pushtetin, mund edhe të ekzekutohen, prandaj përderisa nuk kemi në fakte se si është ekzekutuar, duhet ta marrim me dyshim se mund të jetë edhe një luftë në mes vetë rusëve për marrjen e pushtetit në Rusi. E qartë, mirë, zoti Dauti, tjetër çështje ku kryeministri britanik ka zhvilluar një bisedë telefonike me presidentin e SBA-s, ku është diskutuar dhe situata në Ukrainë dhe emërimin e ambasadorit të ri në Washington. Pyetja është në informacionet tuaja se për çfarë temash kryesore janë diskutuar gjatë bisedës telefonike mes të dy udhëheqësve. Po kuptohet që kur emërohet një ambasador, ai duhet që të verifikohet apo të pranohet nga SBA-ja, dhe kishim një rast kur ambasadori i Britanisë së Madhe u detyrua që të jap dorëheqje për arsye se ishte involvuar në disa dezinformata në politikën e Amerikës, dhe ai do të zaventohet. Dhe para se të pranohet, kuptohet që duhet të marrë edhe lejen nga Trump, se nëse Trump nuk e dëshiron atë person të cilën do ta emërojë qeveria e Britanisë, ka drejt që ta refuzojë. Kjo është një pikë, po për sa i përket luftës në Ukrainë, kuptohet që ata kanë debatuar, diskutuar si do të financohet kjo luftë, për shkak se Amerika ka vendosur që mos e vazhdojë ta financojë luftën në Ukrainë, përderisa kryeministri i Britanisë nuk ka para që ta financojë këtë luftë, dhe përpiqen që të gjenë zgjidhje, dhe kuptohet bara më e madhe është mbi Gjermani, se ata ende kanë potencial për ta financuar këtë luftë, dhe kuptohet që diskutojnë se si të vazhdojnë ta financojnë luftën, dhe si duket të gjithë negociatat janë duke dështuar, dhe përderisa do të vazhdojë lufta, ajo duhet edhe ushtria e Ukrainës edhe të armatoset edhe të financohet, dhe të gjenjë një zgjidhje në të ardhmen se çfarë detyra secili shtet do ta marrë që të përfundojë kjo luftë sipas parashikimeve të perëndimit, po kuptohet që edhe parashikimet e tyre janë duke dështuar, për shkak se tani Rusia është në një pozitë shumë më të volishme se sa vetë perëndimi kolektiv. E qartë, zoti Dauti, nga ana tjetër, delegacioni i Ukrainës ka thënë se po punojnë në mënyrë konstruktive, por nga ana tjetër presin edhe rezultate praktike. Ju si e përshkruani të gjithë atmosferën, por edhe pritshmërinë e bisedimeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Po unë pres se do të dështojnë këta negociata, dhe për mendimin tim arsyeja kryesore është frika e Putinit që të arrijë një marrëveshje. Nëse
prezidenti i Rusisë arrin një marrëveshje me këta kondita të perëndimit, aty rrezikohet rrëzimi i pushtetit. Për shkak se parashtrohet pyetja çka u bë në këta 4 vite që arriti sukses Rusia. Në çdo aspekt që ta marrim, Rusia nuk është duke patur sukses në këtë luftë, për shkak se edhe në Ukrainë, edhe në Rusi janë vrarë shumë ushtarë, flitet dikon 3 milion ushtarë së bashku, dhe të gjithë ata janë slavofolës, janë ortodoks, dhe nëse ky ishte qëllimi i Putinit, atëherë kuptohet që ai do të hyjë në historinë e Rusisë si presidenti i cili është një ndër ata i cili ka shkaktuar vrasjen e miliona rusëve dhe nuk e di për çfarë arritje suksesi mund të flitet këtu. Kuptohet që në territor, po ashtu nuk kanë arritur asnjë sukses, për shkak se edhe me marrëveshjen e Miskut 1 dhe Miskut 2, Donbasi parashihet që të ishte një territor autonom, Krimen veç e kishin marrur më herët, dhe në aspekt territorial ata nuk kanë arritur, apo shumë pak kanë arritur që të marrin territor nga Ukraina, po ne e dim që Rusia nuk ka asnjë interes për territor, për shkak se është shumë shtet i madh dhe nuk mund ta menaxhojë gjithë atë territor që e ka dhe nuk i duhet më shumë. Atyre ju interesante që NATO-ja të largohet nga ai rajon, mirë po arriti kundër efekt, për shkak se edhe Finlanda, e cila është në kufi me Rusinë dhe është shumë afër Sankt Petersburgut, që është një ndër qytetet kryesore të Rusisë. Pra Finlanda tani rrezikon që të sulmojë Rusinë dhe të bllokojë detin Baltik, flotën ruse, ashtu edhe Suedia u bë anëtare NATO-s. Pra në vend që NATO të tërhiqet nga rrethi i Rusisë, ata ende u përforcuan më shumë. Dhe edhe një qëllim tjetër, pra në aspekt ekonomik, kishte dikun $300 miliard rezerva të bankës kombëtare ruse në hesapet bankare të perëndimit dhe si duket ata janë ngrirë ata para dhe ndoshta edhe janë harxhuar dhe edhe në këtë aspekt financiar pra ka dështuar Rusia, prandaj unë nuk besoj që do të arrihet një marrëveshje dhe arsyeja është shumë e thjeshtë, për shkak se Rusia ende nuk i ka arritur qëllimet e tyre. Ata kur do të afrohen që ti arrin qëllimet e tyre, që unë besoj mbas një viti do të janë shumë afër, për shkak se gjitha territor të Donbasit dhe Zaporozhje dhe Ersonit dal nga dal do të arrijnë që ta okupojnë, atëherë do të jetë në pozitë më të mirë dhe kuptohet Evropa do të jetë më e dobët, për shkak se ata kanë hyrë në një recesion ekonomik dhe nuk do të kenë mundësi që ta financojnë këtë luftë. Dhe nëse tërhiqet SBA-ja, ashtu sikur parashikohet nga kjo luftë, atëherë kuptohet që Rusia përfundimisht do të dalë fitimtar, por këtë do ta bisedojmë një vit më vonë. Qartë. Mirë, ndërkaq Rusia dhe Bielorusia kanë paralajmëruar vendosjen brenda pak ditësh të kompleksit të ri raketor oreshnik në territorin bielorus, një sistem me kapacitet bërthamor që mund të godas edhe objektiva në Europën perëndimore brenda pak minutash. Si e shihni gjithë të zhvillim zoti Doti? Po tani Bielorusia është e parë në këtë luftë. Neve na kujtohet para 4 vite kur e sulmuan Ukrainën. Trupat ruse sulmuan Kievin nga Bielorusia dhe përderisa janë palë në këtë luftë, ata rrezikohen që edhe të sulmohen.